Një prej tuneleve ndërtuar në vitet 70 në Gjirokastër është kthyer në destinacion turistik. Bëhet fjalë për një vepër të kohës së komunizmit prej 3 kilometrash, ndërtimi së cilës gjati 15 vjet. Brenda gjenden zyra, salla mbledhjesh dhe mendohej të përdorej nga udhëheqësit e lartë komunist në rast lufte. Tuneli nuk u përdor asnjëherë për qëllimin e tij, ndërsa tani është kthyer në një zonë për turizëm. Gjirokastra është një prej qyteteve më të mrekullueshme shqiptare. Kam parasysh shtëpinë otomane dhe kështjellën, por këto tunele janë vërtet një pjesë tronditse e së kaluarës. Çdo kush që viziton këtë vend ka mundësi të përfshihet thellë në realitetin qersharak të luftës së ftohtë, që tek e fundit tregon se Shqipëria megjithse nuk i përdori kur këto vendstrehime, ishte pjesë e skenës së trazuar europiane gjatë gjithë kohës. Do t'ia rekomandoja kujdo që të vi këtu. Vërtet më pëlqeu shumë brendësia e këtij tuneli dhe mundësia për të kuptuar se si gjërat kanë qenë. Është pak e frikshme të mendosh se si disa gjëra kanë funksionuar, por gjithashtu shumë breslënse që tani ne mund të vim të gjithë si miq ta vizitojmë këtë vepër. Rënia e komunizmit mundësoi njohjen graduale të një vendi kaq të bukur si Shqipëria. Skerdi Thomaj, kreu i zyrës së informimit turistik në Bashkinë e Gjirokastrës, thotë se këtë verë objekti u vizitua nga rreth 3000 persona. Ofron një risi në, si të themi, networkun e muzeumeve, dhe të gjithë njerëzit janë shumë të interesuar për periudhën e komunizmit në Shqipëri, sepse me që kemi qenë vendi izoluar dhe duan të dinë shumë e më shumë për këtë periudhë dhe Muzeu i Luftës së Ftohtë i ofron të gjitha këto mundësi. Ndërtimet të tilla të kohës së luftës së ftohtë duket se kanë vlerë vetëm për të treguar realitetin absurd të një regjimi.